Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kiara Titoj kundërvihet të Dojna Memës. Unë nuk bëj karrierë me emrat e të tjerëve. Moderatorja e njohur Kiara Tito ka reaguar publikisht pas deklaratës së Dojnës, e cila disa ditë më parë tha se Kiara e kishte hequr nga followersat në Instagram pas një arsye. Në një intervistë për një emision ku ka qenë e ftuar, Dojna kishte shprehur rabinë e saj për këtë veprim duke thënë: "Kiara më ka hequr nga followersat dhe nuk e di pse." Edhe pse nuk e zeroi komentimin, fjalët e saj lanë të kuptojë se mes dy moderatorëve dikur kishte ndodhur një ftohje. Megjithatë, mbrëmjen e djeshme, Kiara Tito vendosi të sqarojë situatën dhe të jap fund zërave që qarkullojnë prej ditësh në rrjetet sociale. "Nuk e kam hequr unë, më ka hequr Dojna vet. Të diskutosh këtë është si diskutim adoleshentësh. Kemi qenë kolegi, kemi pirë kafe, kemi ngrënë bukë në një shtëpi. Nëse do ishte kjo merakosje kaq e madhe, do të ishte bërë kjo bisedë jashtë kamerave", u shpreh Kiara. Ajo shtoi mëtej se shpesh është sulmuar pa të drejtë në media, por nuk ka dashur të viktimizohet apo të ndërtojë vëmendje mbi konfliktet me të tjerët. "Hajde të themi emrin e Kiarës dhe hajde të klikohemi. Unë nuk bëj karrierë me emrat e të tjerëve. Shumë herë jam sulmuar pa të drejtë, por nuk jam viktimizuar", u shpreh ajo.